Zonja dhe zotinj, ju përshëndes, do të qëndrojmë së bashku në edicionin informativ të orës 11 në News 24. Partia Socialiste zhvillon sot mbledhjen e përmuajshme të zgjeruar të grupit parlamentar. Mbledhja do të hapet nga kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla e më pas do të mbaj fjalën e tij kryeministri Edi Rama. Agjenda parashikon raportim nga drejtuesi i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës që do të pasojë me raportimin e bashkëkryetarit socialist të Komisionit Parlamentar të Reformës Territoriale Arbian Mazniku. Lidhemi tani me Ergjys Gjençajn për më shumë informacione. Ergjys, të përshëndes, si pritet të mbahet takimi sotëm edhe disa detaje më tepër nga agjenda që përsollëm në këto momente. Megi, mirëmëngjes, është parashikuar që në orën 11 të nisë mbledhja e përmuajshme tashmë e bërë traditë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, një mbledhje e zgjeruar pasi përveç deputetëve dhe antarëve të kabinetit qeveritar marrin pjesë në mbledhje pas mbledhje edhe drejtues të agjencive të ndryshme të varësive të ministrive të caktuara. Si kundër thate, mbledhja do të nisë me fjalën e kryetarit të grupit parlamentar Auland Balla, më pas do të lihet vendi dhe adresimit të kreut të Partisë Socialiste, njërësh kryeministri i vendit Edi Rama, një fjalë drejtuar mbledhjes së zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku Rama pritet të vëtheksin në pikat kryesore të agjendës politike dhe organizative të Partisë Socialiste për javët dhe muajt në vijim. Më pas do kemi 3 raportime duke nisur nga drejtoresha e Kadastrës, për sa i përket punëve dhe sfidave që kjo agjenci mbartë. Pas raportimit të drejtoreshës së Kadastrës, do të kemi një raportim nga ana e bashkëkryetarit të Komisionit të posaçëm parlamentar të Reformës Administrative Territoriale, zotit Arbian Mazniku. Pas Arbian Mazniku të ketë edhe raportimi i tretë i ministres për shtetin për marrëdhënien me parlamentin Eriona Ismaili, e cila do të fokusohet tek strategjia e komunikimit e grupit parlamentar, por dhe kabinetit qeveritar. Këto do jenë 3 raportimet dhe pas çdo raportimi do kemi diskutime nga deputetët Partisë Socialiste, por edhe ministrat. Më pas për të mbyllur kjo mbledhje e zgjeruar me fjalën e kryetarit, me konkluzionin nga kryetari i grupit, por edhe kryesocialisti Edi Rama. Pritet që këtë mbledhje deputetët të udhëzohen për të nisur nga java e ardhshme, pra nga hëna e ardhshme, turin e takimeve me elektoratin socialist në çdo bashki dhe njësi vendore. Një tur i cili fillon në javën e ardhshme dhe pritet të mbyllet më 12 qershor, datë e cila përbën dhe ditëlindjen e 35 të Partisë Socialiste. Java e parë se do ketë shumë tematikat të cilat do të diskutohen në gjatë këtyre takimeve, dhe në javën e parë është mësuar se në tema kryesore do të jetë procesi i integrimit evropian të vendit. Megim? E qartë, mirë, Ergjys, faleminderit për detajet paraprake të takimit të sotëm, të përshëndes nga studio. Faleminderit. Ndalemi tani në të tjera zhvillime. Ngarkuara me punë, ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë Ernst Van Horn zhvilloi takime të ndara me ministrat e rinj të kabinetit qeveritar, duke nisur nga zëvendës kryeministri Albana Koçiu. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane, zonja Van Horn ritheksoi përkushtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në zbatimin e agjendës së shtëpisë së bardhë të Trump, eliminimin e plot të karteleve të krimit të organizuar, bindjen e aleatëve të NATO-s për të respektuar angazhimin e tyre të Hagës për shpenzimet e fushës mbrojtjes dhe marrëveshje të drejta për kompanitë amerikane që bëjnë biznes në Shqipëri. Ne vazhdojmë të punojmë me partnerë në të gjitha ministritë dhe institucionet që ndajnë angazhimin ton për dhënien e rezultateve si për amerikanët, ashtu edhe për shqiptarët, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Emisioni Veting në News 24 publikoi fakte të reja për lidhjet e drejtoreshës së tatimeve Erilinda Lala. Resorti në emër të babait të saj në Borsh rezulton me probleme sa i përket pronësisë, ndërsa ish-pronarja e tokës Diana Bilali endet prej vitesh në dyert e gjykatave.
Prej më shumë se 3 dekadash, Bregdeti jugor i Shqipërisë është kthyer në një fushë betejë për pronësinë, ku pronarët përballen me uzurpime, vendime kontradiktore dhe një sistem drejtësie që shpesh i ka thelluar konfliktet në vend që t'i zgjidh ato. Në qendër të kësaj situate qëndron Borshi, një nga zonat më të lakmuara të rivierës shqiptare për potencialin e saj turistik. Por pas bukurisë natyrore, fshihet një histori e ndërlikuar pronësie, ku përplasen interesat private, institucione dhe dyshimet për abuzim me ligjin. Një nga rastet më të debatueshme lidhet me ndërtimin e hotelit Take, i cili sipas pretendimeve është ngritur mbi një pronë të përfituar në mënyrë të palishme nga Tajar Lala, babai i drejtoreshës së tatimeve të Tiranës, Erilinda Lala. Ky rast ka nxitur dyshime për konflikt interesi dhe përfshirje të mundshme të familjarëve të zyrtares në përfitime nga prona të diskutueshme. Sipas denoncimeve, prona ku është ndërtuar hoteli ka qenë pjesë e një trulli që i përkiste ish-pronarëve e që më pas është trajtuar si tokë bujqësore, duke hapur rrugën për ndarje dhe privatizime të dyshimta. Në qendër të kësaj betejë ligjore është ish-pronarja Diana Bilali, e cila prej vitesh kërkon njohjen e plotë të pronës së trashëguar nga familja. Ajo pretendon se toka për rreth 4400 metra katror, mbi të cilën është ndërtuar ish shtëpia e pushimit të fëmijëve dhe më pas objekte private, i përket familjes së saj. Megjithatë, institucionet kanë njohur vetëm një pjesë minimale prej 700 metra shkatror, duke e detyruar Bilalin të ndjek një kalvar të gjatë gjyqësor. Sipas saj, procesi është shoqëruar me pengesa, mungesë transparence dhe trajtim të pabarabartë nga autoritetet. Hetimet dhe dokumentet zyrtare tregojnë se toka në këtë zonë është trajtuar në mënyrë të gabuar si tokë bujqësore, ndonse ka qenë truall dhe pjesë e vijës së ndërtimit që prej viteve 80. Kjo ka bërë që ndarja e saj sipas ligjit 7501 të konsiderohet në kundërshtim me ligjin, duke krijuar një zinxhir problemesh pronësie. Pavarësisht se janë evidentuar shkelje, shumë prej tyre nuk janë ndjekur penalisht për shkak të parashkrimit. Ndërkohë, raportet e institucioneve si kontrolli i lartë i shtetit kanë zbuluar se në zonë janë dhënë mijëra metra katror tokë në mënyrë të palishme. Rasti i familjes Lala përmendet si një nga përfituesit e këtyre skemave ku sipas të dhënave janë marrë sipërfaqe më të mëdha nga sa lejonte ligji. Ndërtimi i mëvonshëm i hotelit dhe regjistrimi i tij në hipotekë kanë ngritur pikpyetje të forta mbi lishmërinë e këtij procesi. Pas një seri e vendimesh kundër saj, Diana Bilali arriti në një zhvillim të rëndësishëm në vitin 2023, kur gjykata e lartë ka vendosur të prish vendimet e mëparshme dhe të rikthejë çështjen për rigjykim. Ky vendim hap rrugën për një shqyrtim më të thelluar të provave dhe pretendimeve për pronësinë. Ndërsa çështja pritet të rishqyrtohet, rasti i Borshit mbetet një shembull i qartë i problemeve strukturore me pronat në Shqipëri, ku ndërthurja e interesave private, poshllëqeve ligjore dhe ndikimit institucional vazhdon të prodhojë konflikte të pazgjedhura. Belinda Balluku po kërkon të blejë shtetësi dhe pasaportë të re, kështu shpreh Sali Berisha, teksa deklaron se ish-zëvendës kryeministre po tenton të shpëtojë ligjit. Ai u kërkoi qytetarëve të Fierit që nëse e shohin Ballukun ta godasin me domate. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se Belinda Balluku po tenton të blejë pasaporta në vende të tjera në mënyrë që të largohet dhe të shmanget përgjegjësisë ligjore. Të dhëna nga qytetarë digjital me pohojnë se Balluku, Lubia, është në kërkim të blerjes së shtetësisë dhe pasaportave, jo në një, por në disa vende. Përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses. Lubi Balluku po përgatitet të blejë shtetësi për të shpëtuar në mënyrë përfundimtare përgjegjësisë para ligjit, pasi ajo ka vjedhur në Shqipëri dhe shpërdoruar miliarda euro. Lideri i Partisë Demokratike u kërkon qytetarëve të Fierit që të godasin me domate deputeten Belinda Balluku. U bëj thirrje qytetarëve të Fierit në çdo hap që ta shohin ta gjojnë me vezë dhe domate hajdutën. Berisha akuzoi Edi Ramën se është kthyer në drejtues të karteleve dhe krimit të organizuar. Edi Rama ktheu dje përgjigje. Vendet të cilat na përmendin drogën të shohin veten e tyre se kanë më shumë se ne. Kjo është tipike përgjigja e një padrinoje. Është e vërtet se si në asnjë vend tjetër të Europës, vllau i kryeministrit është byrazer me trafikantët dhe është gjetur në 10 raste komunikimi dhe bashkëpunimi me ta. Është vetë droga, Edi Rama. Është vetë kartel të drogës. Në konferencën me gazetarët, Berisha komentoi edhe kërkesën e SPAK për pushimin e çështjes ndaj gjyqtares së GKK-s, Irena Gjoka.
skapi partisë me urdhër të Edi Ramës vendosi të mbyll kapakun e pusetës me emrin Irena me 3 mbiemra. Nuk ka shembull më të turpshëm, nuk ka dëshmi më flagrante të kontrollit të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama se sa rasti Irenës me 5 mbiemra. Kreu i Demokratëve, mbi deklaratën e ministres së shëndetësisë se pas datës 20 të çdo muaji qytetarëve u ndërpriten analizat, tha se është përgjegjës kryeministri Edi Rama. Është Edi Rama autori kryesor. Ajo ka thënë atë gjeni sepse kontrata ka qenë kontratë kryekput korruptive, të merësisht korruptive dhe ka dëmtuar thellë interesat e smurëve dhe publiku shqiptar. Do të shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera informacion. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për të vijuar tani me të tjera zhvillime. Pas kundërshtimit dhe paralajmërimeve të importuesve të naftës për pezullimin e importit dhe shitjes me shumicë të naftës, Bordi i Transparencës të hidrokarbureve është mbledhur sërish sot dhe ka vendosur rritjen e çmimit të naftës me 15 lek dhe të benzinës me 6 lek për tregun e pakicës. Nga 203 lek çmimi i naftës u rrit në 218 lek për litër. Shtrenjtohet sërish çmimi i naftës në vend. Në mbledhjen që u zhvillua mëngjesin e kësaj të shtunë, Bordi i Transparencës së hidrokarbureve ka vendosur rritjen e çmimit të naftës me 15 lek dhe të benzinës me 6 lek për tregun e pakicës. Nga 203 lek, çmimi i naftës u rrit në 218 lek për litër, ndërsa benzina nga 175 lek arriti në 181 lek për litër. Në mbledhjen e parë të zhvilluar ditën e premte, Bordi i Transparencës vendosi të ulë çmimet. Nga 214 lek për litër, që çmimi qëndroi për 8 ditë, u ul në nivelin e 203 lek për litër, ndërsa benzina nga 199 lek për litër u vendos në 175 lek për litër. Por çmimet e vendosura hasën kundërshtime nga importuesit e naftës. Në një letër dërguar Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ata ngritën shqetësimin e llogaritjeve të bëra gabim, të cilat vendosnin çmime nën kosto. Përjedhoi ata kërkuan që të mblitet bordi dhe të rishikohet metodologjia e përllogaritjes. Në të kundërt, kjo do të sillte humbje të mëdha për ata dhe do të ishin të detyruar të pezullonin furnizimin. Por rritja e çmimit të naftës ka pasur edhe në bursat e huaja, për shkak të pasigurisë që po krijon në tregje mungesa e furnizimeve nëpërmjet kanalit të Hormuzit nga iranianët. Në bursat e huaja, nafta këtë të shtunë tregtohet me $112 për fuqi, nga $109 që ishte një ditë më parë. Fusha e radikës në Gjorisë të Bulqizës është ndruar në vend grumbullim mbetje është inerte, të cilat hidhen fare pranë rrjedhës së Lumidrin. Sipas banorëve, hedhja e materialeve inerte në këtë fushë shkakton jo vetëm dotje të rëndë mjedisore, por edhe ka bllokuar rrugën drejt varrezave të fshatit, ndërsa Bashkia e Bulqizë hesht përballë kësaj situate. Hedhja pa kritere materialeve inerte në vendin e quajtur Fusha e Radikës në fshatin Gjoritës të Bulqizës është kthyer në problem madhor për banorët e zonës. Mbetjet janë hedhur pranë rrjedhës së Lumit Drin, duke shkaktuar jo vetëm dotje të rëndë mjedisore, por edhe kanë bllokuar rrugën drejt varrezave të fshatit. Dritan Skënderi, banori i Gjoricës, thotë se hedhja e këtyre materialeve të ngurta në ambient të hapur vën në rrezik edhe bagëtit që kullosin në këtë zonë. Përjedhoi, ai kërkon nga Bashkia e Bulqizë të marrë masa për largimin e menjëhershëm të këtyre mbetjeve dhe ndëshkimin e personave që i kanë hedhur. Këtë betonina është, me betonina e fuk këtu me zator. Këtë varrezat, ka betonina është aty këtë varrezat. E kemi thanët i zmetorit komunës, di pastrëm, pas një gjës kanë, ma kesh nuk ka. Ky nuk është rasti i parë që banorët e Bulqizës denoncojnë hedhjen e mbetjeve pranë zonave të banuara, si dhe mosreagimin e institucioneve përgjegjëse për pastrimin e tyre dhe ndëshkimin e ndotësve.
Këshilli Bashkiak Elbasan miratoi rinovimin e kontratës me shoqërinë Eko El për depozitimin e mbetjeve urbane në landfill, ndonse incineratori i Elbasanit është në proces hetimi nga prokuroria. Këshilli vendosi që edhe për këtë vit tarifat mbetet 2.600 lek për ton pa të vëshën ndaj këshilltarët e opozitës. Ngritën shqetësim se qytetarët po vazhdojnë të paguajnë për një shërbim që nuk kryhet plotësisht. Ndërkohë që incineratori i Elbasanit është objekt hetimi për prokurorinë e Elbasanit, Këshilli Bashkiak miratoi rinovimin e kontratës me shoqërinë Eko Elb për depozitimin e mbetjeve urbane në landfill, një vendim që shkaktoi debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Me 27 vota pro dhe 11 kundër, Këshilli vendosi që edhe për këtë vit tarifat të mbetet 2.600 lek për ton pa të vëshë, ndërsa këshilltarët e opozitës ngritën shqetësimin se qytetarët po vazhdojnë të paguajnë për një shërbim që nuk kryhet plotësisht, duke kujtuar se trajtimi i mbetjeve është pjesë thelbësore e kontratës dhe duhet të realizohet në tërësi. Me heqjen e incenerimit nga objekti i kontratës, de facto kemi pranuar që ky incinerator nuk funksionon. Pavarësisht kësaj, qytetarët vazhdojnë të paguajnë shumë më tepër. Përsa i përket procesit të trajtimit, i cili është pjesë e objektit të kontratës, a kryhet realisht ky proces? Tani të lutem, nuk duaj që të diskutoj më, dua të thënë që përgjigje të saktë ndodh apo jo trajtimi në inceneratorin e Elbasanit. Administratori i Eko Elb, Leli Kaja, sqaroi se tarifa aktuale mbulon vetëm pranimin dhe depozitimin e mbetjeve pa përfshirë marrë shfitimi për kompaninë. Kaja bëri me dije se inceneratori ndodhet në remont dhe po shqyrtohen mundësitë për rikthimin në funksion, ndërsa paralelisht po punohet për ndërtimin e një landfilli të ri. Nuk bëhet procesi djegës, pasi ka gati një periudhë 2 vjet e gjys, është në fazë remonti, bëhet pranimi me 26.000 lek dhe pa marrë shfitim, 26.000 lek të vjetra. Dhe vjet ka qenë për të bërë 50.000 lek me djegje, por ka kaluar vetëm faza e parë e pranimit, jo me djegje, sepse nuk punon incineratori aktualisht. Incineratori i Elbasanit është objekt hetimi për prokurorinë që pas rënies së zjarrit masiv në landfill në vitin 2024. Në korrik të vitit 2025 u ushtruan kontrolle në banesën e administratorit Leli Kaja, si dhe të 13 personave të tjerë në kuadër të një procedimi penal që u regjistrua fillimisht për veprën penale të zjarrvënies. Nevoja për më shumë subvencione, sigurimi i tregut për shitjen e prodhimit, si dhe garancia që prodhimi nuk dëmtohet nga faktorët jashtëm ishin disa nga shqetësimet që fermerët nga e gjithë Shqipëria ngritën në parlamentin e 4 rural. Kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu tha se nevojitet ndërhyrje urgjente në hidrovorin e Tales për të parandaluar përmbytjet. Për sektorin e bujqësisë nevojitet më shumë mbështetje nga instancat shtetërore. Kështu u shprehën fermerë nga e gjithë Shqipëria, të cilët morën pjesë në parlamentin e 4 rural, që u zhvillua për 3 ditë me radhë në Lezhë dhe Mirdit. Në fjalën e mbajtur, kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu ngriti shqetësimin e përmbytjeve të vazhdueshme të fushës së Torovicës nga mos funksionimi i hidrovorit. Shumë po të marrim fushën e Torovicës. Sot pothuajse është shkëlqyer për shkak të një hidrovori i cili ka dalë në funksionit për shkak të rënies së nivelit të tokës, hidrovori ka ngel sipër dhe ne nuk adresojmë, nuk do zgjidhim dot këtë problem. Nga ana tjetër, na duhet një politikë më e orientuar për sa i përket biodiversitetit dhe mënyrës se si duhet të sillen fermerët me zona të ndryshme. Çfarë do të bëjë? Fermerët ndanë përvojat dhe vështirësitë e përditshme, duke kërkuar rritje të subvencioneve, sigurim të tregut për shitjen e prodhimit dhe më shumë mundësi për të garantuar qëndrueshmëri në prodhim. Sot për bujqësinë ne kemi nevojë një mbështetje më të madhe nga Ministria e Bujqësisë dhe AZHBR-ja dhe nga gjithë institucionet. Zona jona ne, kryesisht Kelmeni dhe Vërmoshi, ka nevojë për përkrahje nga Ministria e Bujqësisë Rurale, kryesisht për zhvillimin e blegtorisë. Lypet me kanë një vëmendje më e madhe nga shteti për të investuar. Përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë theksuan rëndësinë e bashkërendimit mes të gjithë aktorëve për të ndërtuar politika efektive që i përgjigjen nevojave reale të fermerëve dhe komuniteteve rurale.
Ndryshojmë tani temë të zhvillimeve. Një konflikt mes 4 personave në qytetin e Korçës ka përfunduar me plagosjen e tyre me mjete prerëse. Sherri ndodhi në lagjen numër 10 të qytetit juglindor në ambientet e brendshme të një servisi makinash, ku mësohet se 3 persona, Ergjys Themelko, Erjon Demolli dhe Lidi Meno, u konfliktuan me pronarin e subjektit Renaldo Gjigjo. Paraprakisht dyshohet se konflikti mes tyre është shkaktuar nga një pakënaqësi për shërbimin që Gjigjo ju kishte ofruar në servisin e tij. Pronari i servisit, Renaldo Gjigjo, është plagosur me gërshër, ndërsa 3 të tjerët kanë plag në shpatull, në krah dhe në fytyrë. 4 të plagosurit u dërguan me urgjencë në Spitalin Rajonal të Korçës, ndërsa policia po punon për zbardhjen e plot të kësaj ngjarjeje. Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio shprehur së fundmi se SBA-t presin që operacionet e tyre ushtarake kundër Iranit të përfundojnë brenda javësh, jo muesh. Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara po dislokojnë trupa në rajon, por mund t'i arrijnë qëllimet e tyre edhe pa to. Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin që operacionet e tyre ushtarake kundër Iranit të përfundojnë brenda javësh dhe jo muajsh, dhe Washingtoni mund të përmbushë të gjitha objektivat e tij pa përdorur trupa toksore, tha të premten sekretari amerikan I Shtetit Marco Rubio. Teksa u shpreh se Shtetet e Bashkuara mund të arrinin qëllimet e tyre pa trupa toksor, Rubio pranoi se SBA-ja po dislokon disa të tillë në rajon për t'i dhënë presidentit mundësi maksimale për t'i bërë balë të papriturave nëse ato do të shfaqeshin. Washingtoni ka dërguar 2 kontingjent me mira marinar në rajon, I pari prej të cilëve pritet të mbërrijë rreth fundit të marsit. Dërgesa të tilla kanë ngritur shqetësime se lufta, të cilën SBA-ja dhe Izraeli e nisën më 28 shkurt me sulma ajrore që vran udhëheqësin suprem të Iranit dhe zyrtar të tjerë të lartë, mund të shndrohet në një betejë të zgjatur toksore. Përgjigjja e Iranit, duke goditur objektiva amerikane dhe izraelite në rajon, si dhe objektiva civile në vendet arabe të gjirit dhe transportit detar, ka ndërprer tregtinë globale të energjisë dhe mallrave të tjera, duke rritur shqetësimin për rritje të çmimeve. Rubio diskutoi me ministrat e jashtëm të Gështatës mundësinë që Irani, edhe pas përfundimit të konfliktit, mund të përpiqet të vendosë taksa për transportin detar përmes ngushtisës së Hormuzit. Sekretari Amerikan I Shtetit u shpreh gjithashtu se vendet europiane dhe aziatike që përfitojnë nga tregtia përmes rrugës ujore duhet të kontribuojnë në përpjekjet për të siguruar kalim të lirë. Presidenti rus Vladimir Putin I kërkoi oligarkëve të Rusisë të dhurojnë për buxhetin e mbrojtjes në rënje të vendit për të vazhduar pushtimin e Ukrainës. Fatura e mbrojtjes e Kremlinit është rritur me 42% për të arritur në 121 miliard pound. Vitin e kaluar si pasojë e luftës së të zgjatur në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin raportoi të ketë kërkuar oligarkëve të Rusisë të dhurojnë për buxhetin e mbrojtjes në rënje të vendit për të vazhduar pushtimin e Ukrainës. Të paktën 2 biznesmen I kanë thënë Putinit se do të ishin të gatshëm të jepnin kontribute në buxhetin e mbrojtjes pas bisedimeve të së njëjtës, raportuan mediat në Moskë. Fatura e mbrojtjes e Kremlinit është rritur me 42% për të arritur në 121 miliard pound vitin e kaluar dhe është përpjekur të stabilizojë ekonominë e saj përmes taksimit. Ministri I Ekonomisë Maksim Reshetnikov tha të njëjtën se Rusia po shqyrtonte një tjetër taks të papritur këtë vit nëse rubla vazhdon të dobësohet. Deficiti buxhetor I Rusisë për janarin dhe shkurtin u rrit në më shumë se 90% të shifrës së parashikuar për të gjithë vitin, pasi sanksionet amerikane e detyruan Moskën të shiste naftë me çmime dukshëm më të ulta. Presidenti rus pritet të vazhdojë konfliktin I cili filloi në shkurt të vitit 2022, teksa Moska kërkon të sigurojë zonat e mbetura të rajonit lindor të Donbasit të Ukrainës, që nuk janë nën kontrollin e saj, sipas Financial Times. Ekspozita Shift në Galeria e Artit Bashkëkor Tiranë sjell një përballje unike mes artit dhe inteligjencës artificiale. Përmes veprave të artistit Shukorani, kjo përvojë artistike sfidojnë kufit e perceptimit, duke kthyer vizitorin në pjesë aktive të dialogut mes njeriut dhe teknologjisë. Shift ngrej një pyetje thelbësore, çfarë mbetet njerëzore në epokën e inteligjencës artificiale?
Këtë të mërkur Galeria e Artit Bashkohor Tiranë u shndërrua në skenën e një përballje artistike të veçantë me hapjen e Shift, ekspozitës së parë personale në Shqipëri të artistit Shuk Orani në kurimin e Elton Korritarit. Më shumë se një ekspozit, Shift shfaqet si një përvojë, një kalim mes asaj që shihet dhe asaj që reziston shikimit, me sigurisë së sistemeve dhe pa parashikueshmërisë së instiktit njerëzor. Gëzohem që më në fund po prezentohem edhe në Shqipëri. Do me thonë, ideja ka lindë qysh me herët, mirë po tash ka ardhur momenti dhe e kemi realizuar. I falenderoj një ashtu Galerinë Gocat, Fondacionin Mane që e mundson këtë ekspozit dhe i falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët. I lindur në Prishtinë dhe i vendosur në Gjermani, Orani sill në Tiranë një trup veprash monumentale abstrakte, të rrënjosura në traditën rigoroze të pikturës evropiane të pasluftës. Megjithatë, këtu te lajot e tij hyn në një dialog të papritur dhe të fuqishëm me një inteligjencë artificiale që e pasqyron, e studion dhe madje i përgjigjet atij. Shift nuk është thjesht për teknologjinë, është për tensionin, për hapësirën e brisht dhe elektrike ku intuita njerëzore përballet me logjikën e makinës. Brenda ekspozitës, vizitorët udhëhiqen nëpër ambiente kontrastuese, njëra e ndriçuar, e rregullt dhe plotësisht e lexueshme, tjetra e zhytur në errësirë, ku kuptimi duhet kërkuar, zbuluar dhe ndjer. Ekspozita Shift nga artisti Shuk Orani sjell në këtë galeri risin e inteligjencës artificiale në shërbim kësaj radhe të artit dhe krijimtarisë. Çfarë e frymëzon një artist? Nga çfarë ai krijon? Në këtë rast, AI është një avatar i vetë portretit të artistit, që do ta dëgjoni, ndoshta edhe të debatojë me veten e tij. Në këtë udhëtim, vizitori bëhet më shumë se sa një vëzhgues, ai bëhet pjesëmarrës duke naviguar pas sigurinë, duke ndërtuar përvojën e vet dhe duke u përballur me kufitë e shikimit dhe njohjes. Në thelb, Shift shtron një pyetje që mbetet edhe pasi largohesh nga galeria. Çfarë mbetet në mënyrë të pakthyeshme njerëzore në epokën e inteligjencës artificiale? Ekspozita është e hapur për publikun me hyrje të lirë dhe do të qëndrojë e hapur deri më 3 maj 2026 në Galerinë e Artit Bashkohor Tiranë. Ndalemi në të tjera informacione, nesër kthehet në funksionim ora verore, kur akrepat zhvendosen 60 minuta përpara. E diela e fundit e muajit mars shënon kalimin në orën verore, një moment kur akrepat e orës zhvendosen 1 orë përpara. Ndryshimi ndodh në orën 2 të mëngjesit të 29 marsit, kur ora kalon menjëherë në 3. Ky ndryshim sjell edhe zgjatjen e orëve me dritë natyrore gjatë ditës dhe më pak orë në errësirë. Ky rregull është në fuqi në të gjithë Europën që prej vitit 1981, ku zhvendosur që akrepa televizin 60 minuta përpara në pranverë dhe të kthehen 1 orë pas në vjesht. Sipas normave europiane, këto ndryshime ndodhin në mënyrë të qëndrueshme të dielën e fundit të marsit për orën verore dhe të dielën e fundit të tetorit për orën dimërore. Qëllimi i këtij ndryshimi është kursimi i energjisë elektrike dhe fuqizimi dhe shfrytëzimi më i madh i dritës natyrore, duke përshtatur më mirë aktivitetet e përditshme me ritmin e diellit. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, teksa për të tjera zhvillime, ju ftoj të ndiqni faqen e balkanue.com për informacione nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë, miru takofshim.